Selam aleikum, hoq thot, jam një motër muslimane, unë edhe burri nuk kemi nikah, apo nikah. A është mëkat për burrin? Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me fjalën nikah, nëse ke për qëllim patjetër me shku te hoxha dhe mul me bën nikahin, me bën dua të caktuar, themi nuk është kjo patjetër. E nëse ke për qëllim nikahin, kushtet e një martese të shëndosh edhe halal, janë më u pajtu dy prindrit, dy palët e prindërve, prindrit e djalit e të vajzës, më u pajtu djali dhe vajza, pa dhunë, mi pas dy dëshmitar, edhe më u caktu paja, nusris apo dhurata apo mehri. Nëse ju qëto i keni bon kur jeni feju atëherë, kur jeni martu atëherë, në rregull je motër. Nuk është patjetër duan hoxha marr natën e martesës me ta bëni dua. Nuk është patjetër me shku në komune me bën një letër e cila tregon se ju jeni të martuar. Ato në komune vlen letra para shtetit, dokumentacion para shtetit. Para Allahu xhaleshanu që ato kushte që i përmena në fillim, nëse i plotëson në rregull je. E ti tash kallëzo mu, çka nën kupton ti me fjalën nikah, në këtë rast, unë ta maki gjuna jo. Nëse ju një martuaj, të ka grabit burri ty. Edhe hala baba sa është i pajtimit e tjerë, atër këtu, po, themi këtu ka dal. Po ti unë e di që se ke për qëllim këtë gjatë. Andaj, mos e ngatroni këtë mesele me pra nikahi është diçka krejt tjetër për asaj me boni dua thjesht hoxha në natën e martesës apo me shku në komune me i bën dokumenta. Edhe pse në komune do të thonë që shbohet nikahi është i vlefshëm inshallah taala dhe në islam nëse bëhet atje në institucion mbas sa di unë edhe sa kum pa unë në këto komunët tona, vendeve tona është nikah inshallah taala në rregull nëse bëhet në komunë.